Elhamdulillahi thumma elhamdulillah. Të gjitha falenderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhruar, Zotit të vetëm të gjithësisë. Atë e falenderojmë që na bani prej muslimanëve dhe na dha jetë edhe mundësi me përjetu momente dhe ngjarje historike me të cilat mburremi dhe ndjehemi krenar për përkatësinë tonë islame. Të gjitha salavatet dhe selamet mate për zemërta, ja dërgojmë sot në këtë ditë dhe në çdo moment të jetës sonë, ma të mirit e ma të shtrejtit të krijesave të Allahut, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, të cilin Zoti i gjithësisë e dërgoi mëshirë për të gjitha krijesat. Dhe në shembullin e të cilit shohim her pas here momente dhe ngjarje historike si ajo e 16 nëntorit 1990. Të dashtun dhe të shtrejtë motra dhe vëllezër besimtar. Sot jemi 35 vite pas një ngjarje të shënuar, ma e madhe ngjarje historike e kombit shqiptar gjatë këtij shekulli. Nuk gaboj nëse e them një gjatë të tillë, sepse të gjitha ngjarjet dhe historitë e kombit kanë vlerën dhe peshën e tyre. Ndërsa ajo, kur një popull i tanë ngrihet në kam për t'u ndarë nga errësira e pemohimit dhe ateizmit, dhe vjen për t'u bashkuar të gjithë së bashku pa asnjë lloj dallimi, për lirinë e tyne, për lirinë e besimit të tyne, pa tjetër që ajo ngjarje dhe ajo ditë është ma e shënuara ngjarje dhe ditë e historisë së kombit. E kështu, më lejoni që me vëmendjen tuaj të kthehemi në Kur'anin familjar për të lexuar në surën Al-Isra në ajetin 81, një ajet kuranor që është një rregull absolut për racën njerëzore deri në ditën e fundit. Allahu Azza wa Jall urdhon të thotë: "Wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil." Thuaj, e vërteta triumfoi, ajo erdhi, dhe el-batil, kotësia, u zhduk. Inna al-batila kana zahuqa, se me të vërtet kotësitë do të zhduken për herë. Edhe ndalemi paksa tek kjo fjalë. Inna al-batila kana zahuqa, kotësitë do të zhduken për herë, si një premtim hynor dhe një nxitje nga Zoti i gjithësisë për të qëndruar të gjithë së bashku në besën e asaj që quhet hak në gjuhën e Kur'anit, e vërteta. Dhe ne jemi njerëz të vërtetës. Dhe ne me mesazhet e 16 nëntorit të 1990-s, por jo vetëm, punojmë dhe jetojmë për të majtë të gjallë mesazhet e të vërtetës, për të jetuar me faqe të bardhë, për të jetuar me krenarinë e besimit, për të jetuar si besimtar dhe si qytetar të ndershëm e të zellshëm për të punuar të mirën në këtë tokë dhe në këtë vend e kudo që të jemi. Allahu i madhruar nëpërmjet këtij ajeti kuranor dhe ju ftoj që gjithë secili për ju të sillni në mendjen tuaj atë tubim të stërmadh ku Kret Shkodra kishte ardhur në këtë vend dhe kishte tejmush këtë vend, edhe pse ky nuk ishte ma një vend për tu tejmush. Edhe pse ky vend ishte punu me të madhe që të mos kthehej ma vend i banueshëm dhe i frekuentueshëm. Mirë po, Allahu thotë që triumfon e vërteta dhe e pa vërteta dhe kotësit do të zhduken dhe ashtu u zhduken të pa vërtetat dhe kotësit që mbajten këtë popull çuditërisht dhe paradoksalisht të lidhun pas disa thirrjeve shterpë. Subhanallahu, kthehemi me mendjen tonë tash dhe themi, a ka bre kuptim me thanë që Shqipëria është i vetmi vend ateist në botë? A ka bre kuptim me thanë se nuk ka Zot? A ka bre kuptim me lexu siç lexonim dhe vazhdojmë të lexojmë nëpërmjet arkivave? Çfarë botohej në shtypin e kohës para 67-s e sidomos pas 1967-s? Se ku është Zoti, ta shprishëm xhamit, e ku është Zoti kështu, e ku është Zoti ashtu? Dhe unë pyes sot nga minberi i xhamisë së Plumbit,
Dhe jo asaj xhamisë së Plumit të 1990-s, por xhamisë së Plumit siç meriton të jetë një simbol i Islamit dhe i muslimanëve, dhe një simbol i rimkamjes islame në këtë vend, ku janë ata që flisnin dhe nxisnin kundër Zotit e kundër besimit e për ateizmin e për të kotën, ku janë? Ndërsa ne, ja ku jemi. Ndërsa fëmijët tanë, ja ku janë. Ndërsa fëmijët e nismëtarëve të hapjes së kësaj xhamie, ja ku janë. Sepse torça e besimit dhe udhëzimit trashëgohet brez pas brezi. Dhe besimin në zemër nuk e hek askush. Ashtu sikur se thoshte Hafiz Ali Kraja, dhe këtë ju kam thënë disa herë, teksa i hiqnin mjekrën të kuqt, ai thoshte këtë mjekër ju mund ta hiqni, ndërsa besimin në zemër nuk e hiqni dot. Kështu të dashur dhe të shtrenjtë, haku është i përhershëm, nuk bie kurrë, ndërsa e kota, ajo që quhet el batil në Kur'anin famulart, është një mur i shtrembër, i cili herët avon bie. Ashtu dhe shumë kotësime të cilat përballemi sot, që duket në pamje të parë se ka një peshë të madhe, a ka një mur, a një shtyllë të fortë që iman në kam, herët avon do të bien, ndërsa të vërtetat e besimit, e të fesë, e të vërtetat e hakut, e të lirisë, e të drejtësisë, nuk bien kur, e do të triumfojnë për herë, të dashtun dhe të shtrenjtë. 16 janori 1990-s është hak. Për ati haku që përmendet në Kur'anin famulart, dita e sotme me dritën e saj, e me bukurinë e saj dhe me pjesëmarrjen e njerëzve në këtë xhami, është hak. Xhami tona përreth Shkodrës, me minaret e tyre që thrasin çdo ditë njerëzit, drejt dashnisë Allahut dhe besimit, drejt moralit dhe ndershmërisë, drejt punës dhe zellit, drejt faqes së bardhë dhe djersës për të fituar halalin, janë hak. Medreseja e jonë me nxënësit e saj, me prindrit e tyre, mira familje të këtij qyteti që bin fëmijët e tyre në medresejën tonë, është hak, nëpërmjet të cilit Allahu subhanahu wa taala na dëshmon të gjithëve dashninë e tij për ne. Ne a ndjejmë të dashnitë e Allahut azza wa jall? Ne a jemi që i perceptojmë si duhet mesazhet që Allahu azza wa jall na i drejton për të na thënë qëndronin besën time se asgjë nuk ju bandam. Përderisa jeni në rrugën e hakut, nuk ka asnjë batil e nuk ka miliona e miliarda batil që t'ju lëkunin dhe t'ju prishin. Absolutisht. Për gjatë rrjedhave të historisë ka pasur, ka dhe do të ketë për herë përplasje mes hakut, pra të vërtetës, edhe të kotës. E dyta, kalon të dashurit e mi, edhe bie herët avon, ndërsa haku ka qëndron dhe nuk bie asnjëherë. E i lumi ai që e kupton siç duhet këtë. E i lumi ai që bëhet pjesë e familjes së hakut. Edhe Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur veten e tij el haq, i vërteti. Po nëse bëhemi pjesë e familjes së hakut, jemi me Allahun azza wa jall. E kur jemi me Allahun azza wa jall, jemi në rrugën e duhur. Haxhi Hafiz Sabri Koçi rahmet past, ishte hak. E burgu i tij ishte batil, kotësi. Tubimi i Shkodrës në nënor të 1990-s ishte hak, dhe personazhet e errësirës që gati nuk i përmendim ma dhe nuk mund të përmenden ma, edhe as do të përmenden xhanem, ishin kotësi, ishin batil. Kush është në hak, e me hakun, është me Allahun e madhruar, e kush është me Zotin e gjithësisë, pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot Hazreti Ebu Bekrit, la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u dëshpëro se Allahu është me ne. E kur Allahu është me ne, krejt bota me kenë kundër, nuk të bajndëm asa një krahmize. Pse? La tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u dëshpëro se Allahu është me ne. E pa jemi ne me Allahun? Kjo është meselja. Innal batila kana zahuqa. E pa vërteta
kotësia, e shtremërta, është zahuqa. Ju mund të thoni, a nuk është në gjuhën arabe, me thanë kana zahiqan, pra do të zhduket, pse zahuqa? Zahuqa në një formë hiperbole. Si për të thanë Allahu Azza wa Jall nëpërmjet kësaj që mos keni dërt, se e kota herët avon do të bie. Dhe lexoni dhe shihni në histori, sa personazhe, ideologji, parti, politika, qeveri, grupe të ndryshme që punuan për të keqen, që nxiten imoralitetin, shturjen, korrupsionin, që nxiten terrorin, dhunën, shtypjen e popujve. Ku janë? Ku janë? Innal batila kana zahuqa. Allahu thotë që e pavërteta dhe ata ishin dhe janë e pavërteta. Gjithmonë bie. Fakt. Ky është rregull. Ky është rregull dhe është ligj hyjnor, është kod i shenjtë që ne duhet me e kuptu dhe me e perceptu si që duhet. Dhe me këte mendësi me u përballë me çdo situatë me të cilën ne përballemi. Dhe me i bate gjitha situatat me të cilat përballemi, detaje të vogla, shumë të vogla, që teksa vendosen në peshorën e këtij ajeti kuranor, e dallojmë se çfarë është hak dhe çfarë është batil. A përballemi ne sot me batil? Patjetër. Shumë përballemi. Mirë po jemi në hak. Dhe a ban që njerëzit e hakut me urrejt mas rrjedhave të kotësisë, sfida e jonë sot, të dashurit e mi, në këtë atmosferë të begat të këtij 35 vjetori, është me shiku përpara. Me shiku përpara dhe me ndërtu këtë pjesë të jetës që na ka ngel, dhe me lanë amanetet tona për fëmijët tanë të pranishëm dhe ata që vinë. Ajeti kuranor, ku Allahu Azza wa Jall urdhon të thotë: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Kushdo për jush, mashkull apo femër, që vepron vepra të mira, pra është në rrugën e hakut. Pa tjetër që ne falanuhyiyannahu, pa tjetër në mënyrë kategorike, që ne do t'i japim atij një jetë të mirë dhe të begatë, dhe walanajziyannahum, dhe pa tjetër që do t'i japim shpërblimin e tyre bi ahsani ma kanu ya'malun, me ma të mirën e asaj që ata punonin, pra me ma të mirën e shpërblimeve e asaj që punonin. Sfida e përhershme të dashurit e mi është tek vepra e mirë, mbështetur në hak, sepse përballë këtij ajeti esencial për jetën tonë dhe të ardhmen tonë e të ardhmen e bashkësisë tonë fetare, qëndron ajeti kuranor: "Am hasiba alladhina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu salihat." A mendojnë ata që janë zhytur në veprat e këqija që të jenë të barabartë tek ne siç ata që veprojnë të mirën? Jemi në një moment historik për ne dhe bashkësinë tonë fetare, për qytetin tonë, për të ardhmen tonë, për të ardhmen e krejt njerëzimit. Sfida është shumë e qartë. Ka një përplasje të përhershme, që nuk e ndalim dot as unë, as ju dhe as kush në botë. Nuk ndalet ajo që deri në ditën e gjykimit, por momenti është që njeriu me e vendos veten e tij në një prej dy pozicioneve dhe nuk ka të tretë, ose në anën e hakut, ose në anën e kotësive. E Allahu Azza wa Jall na baf prej ehli hakut dhe na largoft nga kotësit dhe na baf prej atyre që frymëzohen nga Kurani famëlart e nga hadithet dhe jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam për të qenë për herë ehli hak, të dashur dhe të shtrenjtë. Për ta përfunduar mesazhin dhe hutben e kësaj dite, 16 nënor 1990 është një mesazh hyjnor që përkufizohet më së miri në një fjali të shkurtër të kryemiftiut tonë të madh. Të dashurnit të zemrave tona, njeriut me një rrezatim të mrekullueshëm e drite në zemrën dhe fytyrën e tij Haxhi Hafiz Sabri Koçi rahmet past, i cili thoshte
Këtu e 35 vite ma përpara dhe kjo është incizuar dhe gjithë ju e keni ndëgjuar dhe mund ta ndëgjoni. Lavdi e qoftë madhit Zot, që e ruajti dashnin e vet në zemrat tona dhe nuk na përbuzi. Sepse Allahu Azza wa Jalla të dashurit e mi nuk i përbuz robët e tij të sinqertë. Allahu Subhanahu wa Ta'ala e ka pa sinqeritetin, qëndresën, për kushtimin e burrave të hakut në këtë tokë dhe me madhnin e tij e ka shkyp perden e kotësive dhe na e ka dhuru 16 janorin e 1990-s. Prandaj, thirrja e kësaj date historike është thirrja e Kur'anit. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni të gjithë pas litarit të Allahut dhe mos u përçani. Është thirrja e Kur'anit famëlart, fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak. Drejtohu dhe qëndro në rrugën e drejtë, siç je urdhëruar, ti dhe krejt ata që janë penduar dhe janë me ty. Thirrja e kësaj date dhe e kësaj dite të shënuar sot është fjala e madhe e pejgamberit alayhi salatu wasalam që urdhon të thotë se Allahu do që kur ndonjëri për ju të bëjë një punë, ta përsos atë. Prandaj ta tregojnë veten gjithë secili prej nesh aty ku Zoti e ka vendosur për të qenë ma i përsosuni, për të kthyer komunitetin dhe bashkësia e muslimanëve në komunitet vlerash dhe për të ndarë sot në këto kohë dhe në çdo moment nga ajo që është kotësi. Humja e kohës është kotësi. Thashë themnaja është kotësi. Analizat e pakuptimta janë kotësi. Humja e kohës në vend që të fitojmë kohën për të ndërtuar dhe për të ecë përpara. Humbja e kohës është kotësi. Prandaj ejani të dëshmojmë veten tonë si individ të një shoqërie elitare e të shkojmë pas thirrjes së Kur'anit dhe datave, ngjarjeve, personazheve të historisë sonë dhe mesazheve që përcjellin për të jetuar me faqe të bardhë e për të dëshmuar si njerëz që ju përgjigjen Zotit të gjithësisë në këtë kohë, e në këtë jetë, e në këtë botë kalimtare. Për fund, kujtojmë sot me respektin më të madh, edhe me lutjet e zemrës dhe inshallah taala pas përfundimit të namazit të xumas, vajza Hafiza Brejkoqit e shtrejta nana Abide e ka bën një hatme Kur'anit dhe më ka thënë selam dhe më ka kërkuar që me e bën një dua me këtë hatme sherife. Edhe inshallah taala pas namazit do ta bëjmë një dua me këtë hatme sherife të nanës tonë të dashur. Për të lutur Allahut Azza wa Jall për të gjithë ne, e në krye të herës për Hafiza Brejkoqin, e për të gjithë nismëtarët dhe sa e madhe është lista e tyne, e që do të dëshiroja me i përmend emrat e tyne njëni mas tjetrit, dhe sa herë që kujtojmë njënin apo tjetrin prej tyre, vetë se kuptojmë se Zoti i gjithësisë e ruan këtë fe, e ruan këtë rrugtim, e ruan këtë mirësi të madhe me njerëz që ai subhanahu wa taala i përzgjedh për të marrë amanetet. E ata burra të urtë, emrat e të cilëve janë të regjistruar dhe janë të publikuar, janë do të ngelen për herë nderi i këtij komuniteti, lavdi e këtij komuniteti dhe njerëzit me të cilët mburremi për herë dhe e ndjejmë veten fatlum që ishim bashkohës të tyre, e ata që janë gjallë i falenderojmë përzemërsisht, e ata që kanë kalu, Allahu i mëshiroft, e Allahu Azza wa Jall pranoft nga gjithë secili sa do pak që bën për fenë Allahut dhe të mirën e këtij vendi. Allahu ju dashtë dhe ju begatoft. E rujt Shkodrën dhe shkodranët, pa dallim feje, pa dallim përkatësie, i rujt nga sfidat e kohës, i rujt nga kotësia, i rujt nga cytjet e shejtanit, i rujt nga frymrat përçarëse që nuk e duan qytetin tonë me diell, po e duan për herë në re të zeza. Ne punojmë që dielli të jetë sa më ndryshues. E ata që kanë lidh besen me shejtanin e mallkum janë larg këtyre realiteteve, e shumë poshtë këtij niveli, e poshtë kësaj mirësie në cilën ne gjendemi dhe jemi bashkarisht. Allahu ju dashë ju begatoft, alhamdulillahi rabbil alamin.